Fillim dikush ishe kolegët e mja me telefon edhe të full, djeni që nuk janë duke full vetë me vete, po janë të full me mua në studio. Tash takojemi me kolegët edhe shohem ku po ndodhen, çka janë duke bë, me sa po e shoh në pamje, Besiona ndodhet në një shkollë, ma merr mendja është duke realizu një story për emisionin Mëngjesit, e lidhemi direkt me njerë. Besion, ku je tash për momentin? Agnesha, përshëndetje një herë për dikuese që po vazhdon me shku me ne. Unë aktualisht jam në shkollën Asim Gafuri këtu në Prishtinë, kam ardhur me realizu një material dhe shumë është material interesant. Sepse para disa ditëve e kam pa një postim të cilën e ka bërë pikërisht kjo shkollë për një aktivitet të cilën e kanë zhvilluar këto kobe të fundit, bëhet fjalë për punimin e perimeve pra në mënyrë të konservuar. Pra, fushit ndryshe siç i njohim, tani të shive, mi po që me qenë se tashmë vetë se të shkolla po mbajnë më semlitor kanë më shumë hapësirë për të zhvilluar aktivitetet të ndryshme. Një për tyre është edhe sot që ka marrë të realizim materialin, pra fëmijët po shohin të mësojnë se si ti përgatitet me të që i kam parë edhe në për shtëpitë e tyre prindërit derisa po i përgatisin, ka për zonën e dimrit, mi po që interesant është kur i shohim edhe në për shkollë, edhe bashkarisht po mundohen të mësojnë se cilat janë ndoshta përfitimet shëndetësore që i marrin pikërisht nga këto perime, njëkohësisht edhe të procesin e trashëgimeve po mësojnë. Ne aktualisht jemi duke marrë pamje, janë bashkë me Gzim Domicën, kameramanin tonë, edhe fëmijët vetë se kanë filluar punën. Po edhe sa mirë po pëlqen pamja fëmijëve, mezi po e pres me pa materialin, letë vazhdoj Besiona me pamjet e Meridianën e kemi tu mërdhi dikon jashtë. Meridiani është shumë ftohtë, e pash. Unë gjendëm këtu përballë sheshit George Bush, nëse mundemi me i thonë shash, për shkak se kam vetë këtu në gjysëm, po shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë shikuesit që po vazhdojnë të qëndrojnë ende me emisionin e Mëngjesit. Sot kemi ndryshim të temperaturave, megjithatë, disa prej neve do të jenë edhe në terren për të sjellur juve materiale të ndryshme. Unë aktualisht po gjendem këtu tek sheshi George Bush, dhe që ju përcjell pak edhe me pamje, nëse kam mundësi ta kthej kamerën në anën tjetër. Dhe që kanë filluar punimet në gjysmën e pjesës ku nuk është e cilësuar si trashëgimi kulturore, pra në pjesën në anën e katedrales, dhe që po mundemi pa dhe njerëz të cilët tani më vetë se kanë filluar që të shkojnë në punë apo edhe të dërgojnë fëmijët në shkollë. Gjatë ditës së sotme do të realizoj një material në konvikte, do të shikojmë nga afër të gjithë procesin, mirë po edhe ata të cilët tani më studentët e ri që janë të sistemuar në konviktet këtu në kryeqytet. Ka filluar më herët këtë herë viti akademik dhe që ne ju përcjellim edhe me pamje këtu, mirë po që shumë shpejt do të kemi edhe një kronik nga konviktet për t'i parë ata të cilët pra kanë pas përparësinë e regjistrim këtë vit dhe për detaje të tjera të cilat nuk po i zbuloj, mirë po do t'i shihni në kronik në ditët e ardhshme. Kështu që faleminderit Meridian. Atëherë, po besoj po e presi materialin edhe për të veshjit edhe për këta pak më të mëdhenj që ndodhen tash në studimet apo kanë filluar studimet e tyre, me qenë se edhe viti akademik e theksoj edhe njerë Meridiana që ka filluar më herët. Për me lënë me u koncentru sa më shpejt, donëm po e liroj, dona sa shpejt u ktheve në desk. Prej lidhjes direkte përfundove dhe tash çka i duke bë? Planifiku story ata shkruajtë më ndërsa dhe me montim. Ditën e sotme planifiku në shkrimin e studios edhe ku bëhet fjalë për projektin model i cili kohëve të fundit. Dona, nëse mundesh mbaje telefonin lart, lutem, se nuk po dëgjoj shumë mirë. Apo më dëgjon? Jo. Hajde po ndalemi të Ardiana ndodhet në një pjesë tjetër të punës, që sot është e mërkur, po besoj është dita e montazhës, për emisionin Jeta. Po, Agnes, mëngjesi për ty, mëngjesi për krejt shikuesit, po, ditën e mërkur, zakonisht e bëj montazhin e emisionit Jeta. Të martën e kalume, veç jemi shfaqë prej terenit, zakonisht të martëve pra e bojmë gjirimin, edhe kemi të regu edhe Besiona që në studio që ishte nisë për të ujbara e Mirushës, një prej vendeve që është vizitu e besoj dhe vizitohet vazhdimisht nga gjithë vizitohet të erë të Kosovës, po ka dhe shumë të huaj, si që nga kanë të regu atje.
Kemi dash pak me pa një kam të ndryshe të Ivarës Mirushës edhe mënyrën që shpërshkruhet në librat e disa autorëve të vendit, edhe sa i përket atyre liçeneve që i përmban Ivara Mirushës, e që janë në total 12 jo 13 siç tregohet në disa përshkrime të ndryshme që në internet mundën me gjetë të shikuesit. Pamja është e mrekullueshme për ata që s'kanë qenë, po kishte mungesë të lidhjes së Ivarës që e bën më karakteristike dhe është arsyeja kryesore pse njëtë edhe me ata më realisht. Dhe siç na ka treguar zoti Sogojeva që ka qenë bashkë me ne aty takis, që në njërin vend, do të thotë në njërën pjesë të fshatit atje, po e bëjnë ndalesën të qëllimshme banorët, pra duke marrë ujë prej ujvarës, një dukuri shumë negative realisht kjo, dhe sigurisht instancave kryesore më të larta i mbetet me shiku këtë gjendje pse ndodh një atraksion i tillë turistik me mbet pa ujë, kur ka vizitorë gjitha sezonet që kanë dëshirë me qenë atje dhe me pa këtë mrekulli. Përndryshe nëse do dikush me i gjetë ato pjesë më të larta, nuk është terren i vështirë, mundet me shku, gjithmonë duke pas kujdes, sepse secila pjesë më e lartë e ka rrezikshmërinë e vet, po e mira është që i kanë vendosur disa si lloj hekurash, nëse mundem e quajt kështu, ku mundem me mbajt ata vizitorë për raste sigurie, po shumica prej tyre gjithmonë udhëzohen prej instruktorëve që dalin nëpër terrene që bëjnë hiking e kështu me radhë. Kështu që nëse kanë dëshirë, Ujvarën ta vizitojnë, ja vlen, është një pasuri e jona, është ndarë në 3 zona, Ravec, Malishev, zakonisht edhe në Kinj e përfshin pra kjo zona administrative, po e veçanta e kësaj është pasaj që mund të marrësh rrugën ose për Pejë ose për Gjakov dhe mund të vizitosh zona turistike për një ditë në të njëjtën kohë shumë pse jo në vendit. Faleminderit shumë Ardian për këtu informata dhe besoj që emisioni Jeta po hyn shumë këtu në punë në mënyrë që me na tregu se cilat janë vendet që po ashtu dhe në Kosovë, ndoshta si kemi ditë, si kemi pa, në një pjesë nuk e kemi vizitu, pse jo me shfrytzu vikendën ose edhe ditë të tjera nëse kemi të lira, me shfrytzu edhe me kalu një kohë pak më të mirë me ndru këtë rutinën e përditshme, që shpesh herë kemi vetëm punë dhe shtëpi. Nëse kalojmë te Dona, nëse dëgjohet, nëse jo, po e dim që po bëhet gati për një tekst, a? Po, Almeta, po dëgjon? Po, tash më mirë. Edhe pse nuk jemi shumë larg, jam në redaksi, edhe jam duke pastaj edhe montoj të sigurisht përmes misionit pra të ata të bëjnë me konvojë ku gratë e gjithë Dona me qënë se s'po dëgjojmë shumë mirë, po e ndohalim këtu për momentin,